Lideri i opozitës Sali Berisha mblodhi kryesinë e Partisë Demokratike në Sali, nga ku deklaroi se opozita ndodhet në një moment vendimtar dhe se qendresa e demokratëve ka bërë që zëri i saj të dëgjohet më fort se kurrë në arenën ndërkombëtare, duke u ndalur tek 8 rezolutat që, siç theksoi ai, zbërthyen autokracinë e Edi Ramës. Përpjekjeve të Partisë Demokratike për t'ju përgjigjur kësaj situate dhëm për dhëm, i kundërvihet narkoshteti me të gjithë institucionet e tij. Por mendoj se është në meritën më të madhe të demokratëve, të Partisë Demokratike, simpatizantëve dhe mbështetësve të saj, që kanë zgjedhur qendreshëm, kanë zgjedhur kryengritjen paqësore, kanë zgjedhur të qëndrojnë të pamposhtur ndaj këtij regjimi. Se është kjo qendresh e cila ka bërë që zëri i opozitës të ndigjohet sot më shumë se kurrë. Si për asnjë forcë tjetër politike në Europë, janë 8 rezoluta që kanë zbërthyer diktaturën autokratike të Edi Ramës në Shqipëri. Bisht të plagosur, e cilësoi Berisha kreun e qeverisë Edi Rama, që sipas tij nuk e merr më veten kurrë sepse ka përballë opozitën e vërtet të shqiptarëve. Bisha është plagosur, këtë mund t'u them. Kjo nuk do ndodhte kurrë pa një opozitë vërtet në Shqipëri. Pa një opozitë vërtet në Shqipëri, mos pëlqimet do shpreshin se këtë moral kanë shqiptarë, se imuniteti është interpretim alla shqiptar dhe jo kushtetues, se korrupsioni është mjedis i tyre. Vëmendjen kryedemokrati ndali tek zhvillimet në Partinë Demokratike, ku kërkoi intensifikim të përpjekjeve për anëtarësime të reja, ndërsa theksin e vuri tek hapja e partisë. Jemi në muajin, të themi, elektoral, zgjedhjet në tërësi kanë ecur, duhet të ngrem një grup për përgatitjen e kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike. Grupet e punës që punojnë me të gjitha problematikat tani duhet të finalizojnë punët e tyre. Duhet vazhdojmë me të gjithë përpjekjet tona për anëtarësime të reja, për hapjen e Partisë Demokratike, duhet vazhdojmë me të gjithë përpjekjet tona modernizimin e Partisë Demokratike. Një koment kryedemokrati bërë edhe për garën brenda PD-s, ku theksoi se parimi një antar një vot mbetet mënyra më dinjitoze për të respektuar antarësinë. Partitë që zgjedhin kryetarët me një antar një vot nuk janë shumicë, por janë pakicë. Në këtë kuadër ne kemi instaluar me kohë dhe jemi dhe do mbetim në mënyrë të hekurt Partia e garës së lirë, Partia e garës së ndershme, por themelore Partia antarëve të saj. Berisha bëri thirrje për mobilizim maksimal në protestën kombëtare të 8 majit, duke theksuar se do të jetë më madhështoria që ka njohur vendi. Këtë periudhë që na ka mbetur është e domosdoshme që kjo kryengritje paqësore datës 8 të jetë më madhështoria, më fuqishmja, dhe ftoj të gjithë demokratët, të gjithë mbështetësit tanë të ngrihen fuqishëm, se zëri i tyre absolutisht ndigjohet më fort se kurrë sot dhe nuk është më një zë i vetmuar në shkretir, por është një zë që jehon në mbar Europën dhe tek njerëzit e lirë kudo në botë.